Agim, personalisht e ke menduar këtë problematikë që do të shfaqet tani dhe që po del tjetë goxha e kompleksuar edhe për rrethanat tona, sidomos për gjendjen tonë, situatën tonë, me gjithë këto elementet që i përmendet me shofer dhe që nuk është vetëm probleme june, po edhe i Gjermanisë, si që vurën për. Në vitin e kaluar, kur është arritur kjo një marrëveshje, ose është marrë një vendim nga Komisioni Evropian, ne si Aleancë kemi menduar që kjo vërtet nuk do të vlej për kategoritë që punojnë. Dhe kemi menduar që nuk do të vlej për shoferët, po do të vlej për ne si qytetarë, për turist, të cilët brenda një vite ata nuk mund të jenë më shumë se 6 muaj në Bashkinë Evropiane, por jo pa ndërprej. Dhe tashmë kur kjo është bërë një problem dhe jenë bërë 3 muaj nga zbatimi i këtij vendimi, tash kam pa që shoferët, kompanit nuk kanë shofer të ri, i kanë ata shoferët. Dhe ata i kanë plotësuar dhe duhet presin 3 muaj që të hyjnë fazën e dytë për të vazhduar punën në Bashkinë Evropiane, për të transportuar mallra. Dhe pikërisht kjo ka nxitë revolt tek gjitha kompanit në Ballkanin Perëndimor dhe sot unë kam pas biseda telefonike pothuajse me gjithë homologët në bashkimin në Ballkanin Perëndimor dhe gjithë kemi qenë një zëri që Bashkimi Evropian do të duhet që vërtet të merë një vendim lehtësues për kompanit e Ballkanit Perëndimor që shoferët e tyre mos të kenë kufizim që të hynë brenda 6 muajor të parë vetëm 3 muaj ose të qarkullojnë, sepse tashmë sistemi numëron ditët në të kaluarën ka pas lehtësira, nuk ka pas lehtësira administrative, por ka qenë e vështirë që të numërohen ditët e shoferve sa kanë qëndruar në Bashkimin Evropian. Ata nuk kanë shku të qëndrojnë si turist, por me punë është fjala gjithmonë, dhe zakonisht kjo ka pasur një fleksibilitet. Kur tash në sistem i del atje që filan... Ka të i kaluar, a i blokohet atë dhe i ndalohet për një kohë qarkullimin në Bashkinë Evropiane dhe shoferët këto tash me kujdes e bëjnë edhe për veti edhe për kompaninë edhe për të ikur dënimeve.